Karaqeva me mbi 3.000 banor njihet si fshati I cili karakterizohet me emërtimet e rrugëve të cilat I ka me kuptime kombëtare. Rruga Perikthesës së Novosellës deri te rruga e Breznicës, sipas kryetarit të bashkisë lokale, duhet të quhet rruga e mediave. Madje ai ka vendosur një shenjë që mban pendën e kamerën në të. Banorët e këtij fshati thonë se arsyeja pse kanë vendosur që këtë rrugë ta njohin si rruga e mediave është për shkak të kontributit të gazetarëve në këtë fshat. Iniciativës së kryetarit të bashkisë lokale të Karaqevës, Selver Lenjani, I janë bashkuar edhe 80 banorë që kanë nënshkruar kërkesën për emërtim zyrtar. Dhe në emër të bashkisë lokale dhe në emër të banorëve të Brezit Kufitar, ne ju falenderojmë përzemërsisht të gjitha mediumet ato të shkruara dhe elektronike, sepse ky emër është I merituar plotësisht. Do ta mbrojmë stojikisht tek deri në momentin e fundit. Derisa të ekzistojnë kjo botë, ky emër këtu do të jenë. Mban këtë rrugën kryesore prej Kthesës Novosellës te rruga e Breznicës. Sa herë që kemi bën një lajmërim përmes mediave të shkruara, aty kemi lajmëruar se kjo hyrja e gjandarmerisë apo friga që kanë pas vazhdimisht shqetësimet banorët, ne kemi pasën mbështetjen e parë numër 1, e kemi pas mediave, e kemi pas KFOR-in dhe Policinë e Kosovës. Këto 3 institucione relevante për Brezin Kufitar. Lenjani thekson se të gjitha emërtimet e rrugëve të fshatit kanë kuptime domethënëse. Kemi disa rrugë që janë të emërtume, që kemi emërtuar në emër të bashkisë lokale dhe në emër të banorëve të Brezit Kufitar. Kemi 17 shkurtin shpalljen e pavarësisë, kemi 28 nëntorin, që është shumë rëndësi, datë shumë historike, dhe kemi tash edhe emërtimin e rrugës mediat, që këto janë mediat edhe elektronike dhe ato të shkruara. Besoj që kemi marrë vendim që para 2 viteve, po tash kemi realizuar këtë vendim të bashkisë lokale. Me këtë vendim kemi marrë dhe nga banorët në shkrimet valide që argumentojnë këtë emërtim të rrugës. Një gjë e tillë duhet të dimë se ne kemi marrë këto nënshkrime, kemi marrë vendimin dhe ju kom drejtu kryetarit komunës Kadri Rahimaj. Ju kom drejtu edhe kryeparlamentarit Liridon Kastratit, nën kryetarit të Faton Jakupit dhe drejtorit të shërbimeve publike, I cili është përgjegjës edhe për këto. I kemi njoftuar për emërtimin e kësaj rruge. Kemi valid dokumentacionin, kemi edhe nënshkrimet që I pasojnë. Megjithatë, s'ka merit më e madhe në Republikë Kosovës për Brezin Kufitar sa mediat kanë bën që ne nuk mund t'ja kthejmë asnjë mënyrë. Asnjë emër nuk mund t'i kthehet meritat e gazetarëve, e gjitha mediumet të shkruara dhe elektronike. Sa herë që kemi pas nevojë, mediumet këtu kanë qenë të rendituna rend për t'i marrë shqetësimet e banorëve të Brezit Kufitar. Baki Keka po ashtu thotë se emërtimi I rrugës është një falënderim ndaj mediave. Me buket në shkrim për emërtimin e emrave të gazetarëve, edhe kemi pranuar këtë emër, edhe kemi nënshkruar, edhe duhet të jenë emërtimi I këtij emri rrugën Karaqevë. Po neve na ka lënë përshtypje se shumë herë janë dalë gazetarët e kanë vizitu këtë pjesën tonë, që mos me lënën në hares. Edhe kanë prezentu për gjithë shka, edhe tash na jemi të pajtimi që me pas emërtimin emri I kësaj rruge këtë emër gazetar. Problemet që kemi lajmëruar na, tash në mes gazetarëve o shpërnda, edhe ka shku media në përgjithësi të Kosovës. Këto janë shumë të mirë se orën për
për neve, kjo puna gazetarisë, që del në vizitoni e merë fjallë për kënejnë, shka kote, për shkernese, i lejmërë në rastet, gazetaria i këta punë. Edhe ne kemi shpejt dëshirën që ta kem këtë emën të rrugës gazetarisë. Për krahje e medjave për fshatin kufitar duhet të falenderohet në këtë mënyrë, thot banori tjetër Shefket Lenjani. Për shka do jena konë të lidhën me media, për shka do jena marrë veshme, për çdo rasti. Rregullisht shka kena pas probleme, mediat i kena thirrë, na kanë nimu, për shka do lajmërim, na kanë kry punë. Komuna Kamenicës thot se nuk e kanë marrë ende kërkesën e banorëve dhe se kjo rrugë nuk quhet rruga e medjave. Ju informoj që në lidhje me çështjen të cilën e keni ngritur, kemi informuar drejtoritë përgjithëse me një shkresë, të cilët na njoftuan se emërtimi i rrugës me emrin Media nuk ka kaluar nëpër procedurat e përcaktuara me legjislacionin në fuqi, që do të thotë se në komunë nuk ka ardhur asnjë kërkesë në lidhje me emërimin dhe riemërimin e rrugëve. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin e Koha Vizionit në YouTube. Serie A.